Емоција, носталгија, сочувство и храброст. Ова беа најчесто споменуваните зборови за филмот Ера на режисерката Парта Кельменди, чија премиера се одржа синоќа во Скопје. Уште во првите минути, публиката свати дека ова не е само филм, туку жива меморија од 90-тите во Косово. Njeriu edhe është I krijuar që të haroj, po shqyrë që kemi artit, na rikujtoi gjërat që kemi përjetuar si popull edhe me u fetisu më shumë, me vlerësu njëri tjetrin më shumë. Nëse do e përshkruaje me 3 fjalë këtë film, cilat do të ishin? Emocional, familjar shumë, edhe I dhimbshëm. Realisht, krejt që ishim në sallë duket, krejt ishim kështu mbas filmit, edhe na ka dhënë një përshtypje tepër të mirë. Besoj që është një zhandër I filmit I cili realisht edhe na mëson pak neve, ndoshta që edhe s'kemi qenë atë periudhë, ta kuptojmë pak më mirë gjendjen asaj kohë në Prishtinë, në Kosovë, në përgjithësi. Режисерката Парта Кельменди објасни дека овој проект произлегол од потребата да се разбере минатото, со цел да си објасни на себе си, но и на општеството, зошто сме тоа што сме. Unë mendoj që ne jemi një popull I cili kemi kaluar në për situata shumë të vështira, jemi një popull shumë I fortë, kemi pas një rezistencë të madhe, edhe nëse ato që I kemi kaluar deri sot kemi mujt me I kalu, mujt me kalu gjithë shka tjetër. Kështu që forca është ajo që na bën neve njerëz të veçantë. За да го реализира филмот, Кельменди вели дека И биле потребни 5 години интензивна работа, но додава дека резултатот е подобар отколку што го замислувала. Unë filmin e kom fitu, projektin e kom fitu në qendrën kinematografike të Kosovës 2017-ën, kështu që kanë kalu shumë vite prej atëhershit. Punë intenzive kanë qenë sidomos 5 vitet e fundit. Edhe nuk arrin gjithmonë me pru atë që I ki mendu, po shumë sende dolën shumë ma mirë se sa ato që I ki mendu. Se ndodhin farmagjia në set, kur punon me ekipën, secili person për ekipës e jep kontributin e vet artistik. Филмот Ера наскоро ќе почне да се прикажува и во Cineplex во Скопје. Филмот веќе доби меѓународни пофалби и беше дел од официјалната селекција на Бруклин Филм Фестивал. Премиерата ќе продолжи да се прикажува и во неколку европски земји.